gjinden, po them, diçka tjetër përveç se mbetje mortore, pjesë shtrore, rroba, artefakte, dhe shpesh prezantimi i tyre në këtë rast mbi gjitha mund të lëndon, se kemi pas komunikime të vazhdueshme me familjet dhe familjarët e personazheve, me shoqatat e familjeve, kryetari i komisionit zotin Limani, qysh në javën e parë pranimit të tyres, ka pasur takime me përfaqësues të familjarëve, pastaj kemi vazhduar një komunikim me shoqatat nga komuna Skënderaj dhe nga komuna e Mitrovicës, sigurisht që pastaj komunikim vazhdueshëm edhe me institucionet që kanë qenë pjesë e këtij procesi, megjithatë e thash gjithmonë është dashur dhe kemi bërë përpjekje të truhet ky integritet profesional derisa të ketë konfirmim zyrtar nga ana antropologëve ose ekspertë mjekëligjor. Dhe tani më është konfirmuar që po, të 3 varrezat masive në këtë zonë janë gjetur të zhvarrosur mbetje mortore që përfaqësojnë 23 viktima, 23 persona, 23 individ. Po flasim për lokacione varret masiv në Kalludër, që po flasim për 13 ose mbetje mortore që ju përkasin 13 personave. Lokacionin e Abuk, me që është menaxhuar dhe është kryer ky kërmim menaditësh dhe është konfirmuar qysh në atë kohë që po flasim për 4 trupa ose për mbetjet mortore të 4 personave dhe lokacionit të fundmi në Kalludër, pra lokacioni tretë i varrit masiv ose varri tretë masiv në këtë zonë që po flasim për 6 persona. Rrjedhimisht edhe sot paradite ka vazhduar procesi i tërheqjes së pjesëve shtrore së zhvarrosjes, pastaj ka qenë edhe faza e një vlerësimit plot të zonës për të përmbyllur zyrtarisht këtë procesin e gërmimit vlerësues dhe procesin e zhvarrosjes. Sa do të jetë i vështirë mund të themi identifikimi i ADN se janë marrë mostrat e familjarëve, pra janë